Përshëndetje të shikues të nderuar, vazhdojmë ciklin e emisioneve këtu në televizionin Koha, emisionin javor të sportit me legjendat e sportit. Kësaj radhe i ftuarin në studion e televizionit të Koha është një legjend e vërtet e klubit të futbollit Arsimi, i cili ka filluar si futbollist, ka luajtur një periudhë të gjatë dhe ka vazhduar si trajner sot e kësaj dite. Pra, bëhet fjalë për trajnerin e klubit të futbollit Arsimi, Vildan Saliu. Vildan, mirë se erdhe në studiot e televizionit Koha. Mirë se u gjeta dhe falënderi shumë për ftesën. Atëherë, fillimisht me pika të shkurta na shkruaj kush është në fakt Vildan Saliu. Po, siç e përmendë, vi nga fshati Qegran, i lindur në vitin 1983, ku shkollën fillore kam kryer në fshatin Qegran, shkollën e mesme në qytetin e Gosivarit, ndërsa studimet në Universitetin Shtetëror të Tetovës, drejtimi Fakulteti i Kulturës Fizike, dhe kështu është jeta ime dhe me thënë një pjesë e rëndësishme e klubit futbollistik Arsimi. Vildan, me që kjo emision ka karakter sportiv, në emrin tim personal dhe në emrin e stafit të televizionit Koha, urojmë për suksesin historik të klubit tuaj. Falënderi shumë i nderuar Shaban, edhe unë shfrytëzoj këtë moment të falenderoj përzemërsisht ti dhe stafin tuaj, por edhe televizionin Koha që kanë qenë vazhdimisht pranë klubit ton, duke filluar nga Liga e Tretë, Liga e Dytë, Liga e Parë, gjithmonë na keni ndjek, gjithmonë na keni përkrah, gjithmonë na keni dhënë hapësirë që ne ti prezentojmë planet tona, të arritura tona dhe ju jemi mirënjohës pafund. Ne kemi detyret. Po. Me që kjo emision ka karakter sportiv, atëherë fillimisht na thuaj kur i keni filluar hapat e para si sportist dhe pse jeni orientuar pikërisht në futboll. Përpara se me u ndërlidh ke pyetja juve, do të bëj një parahyrje për Qegranin dhe rrethinën. Klubi futbollistik Arsimi 1973 është një simbol. Është një simbol, do them, i rezistencës, është një simbol i krenarisë, është një simbol i guximit dhe është një simbol i sakrificës së shumë brezave, të cilët kanë kontribuar vazhdimisht në klubin ton. Prandaj, si çdo i ri i fshatit, edhe unë kam pas një ëndër që një ditë të jem pjesë aktive e klubit futbollistik Arsimi nga fshati Qegran, dhe kujtoj që kanë qenë vitet 99 kur si 15 vjeçar jam aktivizuar për herë të parë në klub, por për shkak të drejtës lojës nuk kemi pas hapësirë, andaj vetëm jemi stërvit me ekipin e senior. Pastaj kur i plotësuam 16 vite, ne u kadruam, atëherë jemi bërë pjesë aktive e klubit futbollistik Arsimi nga fshati Qegran, dhe që nga ai moment e deri sot, domethënë jam pjesë e pandashme e këtij klubi. Atëherë, cili ishte trajneri juaj i parë, i cili vë mësoi hapat e para të futbollit apo ABC-n e futbollit? Për në atë kohë klubi jon kishte pretendimet që të ngjitet një rang më lart dhe si një trajner të cilën kam besuar kryesia e asaj kohe ka qenë profesor Ismail Sulemani nga Tetova, një legjend e futbollit tetovar, të udhëhequr nga kapiteni ose legjenda e fshatit ton Ramis Iseini, dhe ishte u ndërtua një ekip shumë cilësore ku u enkuadron lojtar nga Liga e Dytë, nga Liga e Parë, por për shkak të rrethanave të asaj kohe sistemit nuk i arritën objektiva dhe sikur pak u zbe aktiviteti në klub. Prandaj them se jam shumë mirënjohës profesorit për këshillat, urdhrat që na ka dhënë, për motivin dhe për atë që mos dorëzohena asnjëherë. Po. Atëherë, e mbani mend ndoshta ndeshjen e parë, të cilën e keni luajtur për klubin e futbollit të Arsimit dhe kundër cilit klub? Po mendoj se atëherë Liga e Tretë ka qenë një ligë shumë konkurruese, kur ishte jo vetëm si që është tash regional, vetëm qytetet Tetov, Kërçov dhe Gosivar, por ishte edhe Shkupi dhe Kumanova. Mbaj mend se ka qenë ndeshja me JSP Skopje quhej në atë kohë, domethënë si 17 vjeçar kam debutuar dhe ka qenë emocione të papërshkrueshme, por që sot e këtë ditë e kujtëm me mall dhe dashuri. Në çfarë pozicioni keni luajtur? Po si pozicion kam qenë mesfushar defensiv.
Domethënë e filluat në arsim dhe vazhdoat në arsim, ashtu. Ashtu është. Vallë mos e mbani mend ndonjë nga bashkëlojtarët me të cilët keni luajtur kohë të gjatë në ekipin e arsimit? Po mendoj se janë shumë emra tash, ndoshta mos nuk e di është me përmend emra mos harroj ndonjë pastaj për të keq kuptuar, por janë shumë. Besoj se janë shumë sepse janë shumë vite të tëra, domethënë kujtoj se nga viti 2000 dhe deri në vitin 2016-17, diku janë 16-17 vite si lojtar aktiv i klubit dhe në për këto vite kemi kaluar shumë bashkëlojtar. Po. Dhe prandaj jam shumë krenar me gjithë të cilët e kemi ndaj dhomat të zhveshjes, humbjet fitore dhe gjithë shka që ka të bëjë me klubin. Cilët suksese do t'i mbani mend me klubin e futbollit Arsimi gjatë kohës kur ke qenë futbollist aktiv? Shqyqa, unë përpara se me dalë të suksese du të veçoj vetëm një moment kur, si që thash, klubi ka pas pretendime që të ngjitet një rang më lart, po për shkak të sistemit të atëshëm ka qenë shumë e vështirë dhe sikur u zbeh aktiviteti në klub, prandaj kryesia e atëshme domethënë u largua nga klubi dhe unë me bashkëlojtarët e mi, me shokët e mi, shumë të ri na mbet bara e klubit dhe gjithmonë kemi bërë përpjekje që vetëm mos shuhet ky emër. Kemi bërë shumë sakrifica ku kemi qenë edhe lojtar, edhe udhësi dhe gjithë shka tjetër. Dhe erdhi një moment kur edhe sikur të ne u zbë pak ajo dëshira sepse janë mbi 15-16 vite aktivitet. Dhe mbaj mend ka qenë viti 2017-18 kur ishte një moment që klubi edhe të ndal aktivitetin. Por për shkaqe të shumta. Për shumta, po, lodhjes, anës financiare, pastaj ne gjithë fillom edhe u punsuam në për profesionet tona kur na u limitu koha. Por si që thash edhe në fillim, ke parahirja, ne asnjëherë nuk kemi dorëzuar si fshat, sepse Arsimi ka qenë një simbol dhe përsëri një javë para se me fillu kampionati asaj kohe, ne e gjetëm forcën, motivin dhe shpëtuam klubin nga shuarja dhe mendoj se ajo ishte pika e kthesës për ta ardhur deri këtu. Ndërtuam një ekip cilësore stabile, pastaj në atë kohë kisha rol të dyfisht, isha edhe trajner, edhe lojtar deri në vitin 2020. Por për rrethanave të ndryshme, thash lojtarët punojshin dhe nuk mundeshin të ndjekin procesin stabilitar. Por më e rëndësishme është se gjithmonë keni pas përkrahjen shumë të madhe të banorëve të Çegranit. Po e thash unë, nuk dyshohet kjo pjesë, domethënë, padyshim afaristët tonë nga fshati Çegran, mos harrojm mërgjimtarët tonë të cilët i përshëndes në këtë moment, të cilët kanë qenë ajo alfa omega e klubit tonë, ajo rrota lëviz e klubit tonë, se pa ndihmën e tyre vështirësisht se sot klubi jonë do të ishte në këto nivele, në nivele profesionale. Dhe kur i dhat lamtomirën futbollit aktiv? Thash në vitin 2020 ka qenë, për shkak se tash sigurisht edhe mosha e bën vetëm, duhet të japim hapësirë lojtarëve të ri dhe fokusi, dëshira ime ka qenë që atë rolin e dyfisht që kisha edhe trener edhe lojtar ta ndaloj dhe të fokusohem vetëm në rolin e trajnerit dhe kjo ka qenë viti 2020 kur unë përfundimisht u fokusova, orientova vetëm në rolin e trajnerit me qëllim të caktuar që një ditë klubin ton të organizojmë në nivele sa më të larta. Cili ka qenë momenti më i gëzueshëm si futbollist aktiv në ekipin e Arsimit? Ka shumë momente, Shaban, por momenti më i gëzueshëm gjithmonë e potencoj dhe e them kudo që takoj miq, shok dhe shamir, ai moment të cilën ne arritëm klubin ta shpëtojmë nga shuarja. Që ky klub, kjo tradit, mbi 53 vite tjetë aktive sot e kësaj dite. Pastaj momente tjera ka të shumta që ndoshta ndonjëherë tjetër do t'i përsërisë. A ju organizoi klubi ndeshje lamtomirëse? Nuk kish diçka të veçantë, për shkak se për nga natyra jam modest dhe nuk dëshiroja një gjë të tillë sepse nuk i kam qejf këto momente, sepse unë jam pjesë aktive sot e kësaj dite dhe unë kisha qëllimin që por megjithatë keni pas një falënderim nga një falënderim veçantë. Të gjithë banorët e fshatit. Po unë jam mirënjohës pafund sepse gjithmonë na kanë mbështet, na kanë përkrah, gjithmonë edhe në momentet më të vështira tona, si në ligën e dytë kur kemi qenë, por edhe në ligën e parë, gjithmonë kanë qenë një mbështet të shtytse dhe gjithmonë kanë besuar ke ne. Prandaj nuk ka as problemat masë njerëzit të besojnë diçka të tillë. Bildan, me se mbaj mend, unë ju krahas futbollit si aktiv,
keni ndjekur edhe studimet në Fakultetin e Kulturës Fizike dhe Sportit në Universitetin e Tetovës. Po, është e vërtet nga viti 2004-2005 si student, pastaj studimet i kam mbaruar në vitin 2009 dhe me njerë jam punësuar në vitin 2009 në shkollën fillore Goce Delçevo Sivardh dhe prej asaj dite deri më sot punoj si profesor edukimit fizik, gati se 16 vite me radhë dhe jam shumë i lumtur dhe krenar për këtë pjesë. Si ndodhi që pas përfundimit të karrierës si futbollist aktiv të vazhdoni me profesionin trajner i futbollit? Po thash kur kisha rolin e dyfisht edhe si trajner edhe si lojtar, aty më lindi ajo ideja, ajo shtytsja që pse mos e provoj të ardhmen, duke e mendoj edhe përvojën që kom pas. Shqoni futbolli amator është shumë i vështirë dhe për të marrë mësimin në futbolli amator, mendoj se kush ka kaluar në atë pjesë ballafaqohet me shumë peripeci. Që unë jam mundu gjithë ato pengesa, vështirësi të cilat i kina has, kur të vjen koha jeme, momenti im, duhet me i shfrytëzu. Dhe thash, më njerë kam filluar edhe të ndjeki kurset të cilat i organizon Federata e Futbollit të Maqedonisë, gjithësisht qendra për edukim të trajnerëve, dhe në vitin 2017 kam kry seminarin për UEFA B licencë. Gjatë kohës tuaj është me rëndësi të përmendet se kishte një invazion të madh të klubeve të themeluara pas mbetësimit të Maqedonisë, si në rajonin e Gosivarit ashtu edhe të Tetovës. Pra, në rajonin e Pollogut kishte një numër shumë të madh të ekipeve të futbollit. Mos të themi çdo vend banim kishte ka një klub. Po, kjo është shumë e vërtetë. Prandaj ishte edhe ajo më e mira e gjithë asaj që shiheshin në futboll. Po, kjo ka qenë një periudhë shumë e këndshme, sepse gati se çdo fshat ekzistonte një klub futbolli. Por tash vështirësitë financiare, kushtet, migrimi e bërit veten që shumë klube u shuajtën, për shkak se nuk mundën të gjejnë forcë guxim ose nuk mundën të gjejnë tri për të vazhduar këtë aktivitet, sepse të marrësh lojtar nga jashtë ajo ka një kosto shumë madhe, ndoshta shumë fshatra nuk kanë qenë të gatshme për ta përballojë një gjë të tillë, që në fakt nuk ka qenë në klubin tonë, në fshatin tonë. Gjithmonë ka pas njerëz afaris donator, por mos harroj thash e potencova edhe Morgata, të cilët kanë qenë një shtytse shumë e madhe që klubi jonë sot e kësaj dite mos e ndalë aktivitetin e tij. Mund bësh një vlerësim e cilësisë së futbollit, pra në rajonin e Pollogut, në kohën kur ishe futbollist aktiv dhe tani? Po, kur je lojtar nuk e kupton shumë punën e trajnerit. Në futbolli amator, që thash, ka shumë probleme. Një ditë stërvitesh me 5 vet, një ditë me 9 vet, një ditë me 12 vet, për shkak se lojtarët punojnë, punë të ndryshme, fizike, po edhe shtetërore e merat. Dhe kur u kyqa drejt për drejt në rolin e trajnerit, e kuptova se sa e rëndësishme është. Në atë kohë futbolli kishte më shumë fizik, por jo dhe në futbolli amator i tillë, po për qejf, rekreacion dhe ishte secili fshat dëshironte që të ketë një vend takim rinja ku takohet, ta firmohen fshatit. Derisa sot e kësaj tash Liga e 2, Liga e parë janë diçka shumë tjetër ku futbolli është futboll taktik dhe shumë me radhë. Po. Atëherë ju përfundimisht nga sezoni 2020-2021 filluat profesionin tuaj si trajner. Prej nga ideja që të vazhdoni këtë profesion? Apo ishte nevojë e klubit të futbollit të arsimit? Unë mendoj se ishte nevojë, por edhe dëshira e madhe. Në pak futbollin e kemi edhe si traditë familjare, ku edhe prindimi ndjer ka qenë pjesë aktive e klubit, vllau im poshtu ka qenë lojtar i klubit, pastaj edhe une, dhe mendoj se ishte momenti që të ketë një ndryshim dhe një risi. Dhe kujtoj që vitin 2021, pasi që ndërtojmë një ekip shumë stabile cilësore, ndryshimin e parë që e bëra ishte e bëm ndryshimin e kohës së stërvitjeve. Dhe me thonë për shkak se nuk mundem të organizojmë stërvitjet gjatë ditës, si që potencova më lartë, për shkak se lojtarët kishin obligime të shumta studime, punë. Stërvitjet të organizoheshin në orët e mbrëmjes dhe gjithë lojtarët i përgjigjeshin thirrjes sonë dhe mendoj se ajo ishte pika e kthesës së klubit tonë. A je pishmon që ke filluar me profesionin trajner? Jo, nuk jam pishmon, përkundrazi futbollin e ka dhënë shumë emocione, shumë kujtime, shumë ndjenja të cilat kur i kujton tash mendoj se sidomos ke klubi jonë këta sukseset të cilat i kemi arrit, as në ëndër nuk mund
ti mendosh ti shofish, por me punë, me sakrificë, me angazhim, me vetbesim, gjithçka arrihet. Cili ishte fshehtësia e punës suaj pasi në sezonin 2023-24 për herë të parë u kiqet në ligën e dytë dhe vazhduat edhe edhe një vit më pas ku arritet edhe suksesin më të madh. Ku është fshehtësia e punës? Po, është një fjalë të cilën unë vazhdimisht edhe në atë kohë kam potencial lojtarëve thash durim, shpresë dhe dëshirë. Këto janë tre faktorët keq të cilat më kanë shoqëruar gjatë gjithë jetës. E thash ndryshimi ajo që stërviteshim çdo natë. Ne arritëm që në vitin 2021-2022 të shpallemi kampion të ligës së tretë pa asnjë humbje. Mirë po rregullarja e thonte që për të integruar në ligën e dytë duhej të zhvillojmë një ndeshje balotazhi ku u takua me ekipin e Ofçe Poles nga Svete Nikole dhe mendoj se ajo ishte pika e kthesës dhe ajo ëndra 50 vjeçare e gjithë fshatit tonë, njerëzve, brezave të cilët kanë kontribuar, ne arritëm një sukses që zakonshëm, po patjetër ta potencoj këtë jo me një buxhet spektakular, siç pretendojnë shumë klube tjera e kanë arrit, por mesatar, me punë, me angazhim, seriozitet, me dëshirë, me një qasje shumë serioze, ne arritëm që këtë ndër ta bëjmë realitet dhe fituam ndeshjen e balotazhit dhe kish ndjenjën më të madhe, më krenarie, ta shofish Arsimin në mesin e më të mirëve, ishte diçka shumë mbreslënse. Po. Por në ekipin e Arsimit krahas futbollistëve që vinë nga vendbanimi i Çegranit, keni pasur rastin që të merrni edhe futbollistë të cilët një kohë të gjatë kanë luajtur edhe në ekipin e Renovës në ligën e parë. Më thënë, sa ka qenë ndihmesa e tyre për të shënuar këto suksese? Po, pas inkuadrimit tonë në ligën e dytë sigurisht vishim për një fshati që për herë të parë ne kyqemi në një futboll gjithësisht profesional, sepse liga e dytë ashtu është. Dhe realisht kishim shumë vështirësi në organizimin e ekipit në atë kohë, për shkak se shumë lojtarë edhe frigoheshin se ku do shkojmë, edhe kemi stabilitet financiare shumë e radhë. Dhe unë du ta veçoj këtë moment, për shembull, ndoshta ishte fati janë i mirë, por fati i keq edhe i Renovës që në atë kohë ata vendosën për shkaqe objektive të panjohura të tyre, vendosën që ta pezullojnë aktivitetin. Dhe kjo është një mundësi e mirë e jona dhe unë du t'i falenderoj përzemërsisht lojtarët të cilët u inkuadruan nga liga e parë, erdhën te ne dhe ati u hapën. Përvoja e tyre ishte jashtëzakonshme, tu du ta potencoj kapitenin atëshëm të Renovës Burim Sadikun, Argjend Gafurin, Vullnet, Islami portieri, por edhe Sajmir Fetau, të cilët ishin kjo katërshe që pastaj na hapën rrugët neve që edhe lojtarë tjerë, se sigurisht mbitësia e tyre e bëri të veten dhe dal nga dali klubi jonë çdo vit dhe këto suksese në ligën e dytë u ashtoi apetitet që Arsimi të mendojë edhe për inkuadrim në elitën e futbollit të Maqedonisë. Shumë e vërtet. A keni pasur ndërmend dhe a keni menduar ndonjëherë se pikërisht Arsimi do të përfaqësoj rajonin e Gosivarit në elitën e futbollit? Ne kena besu për një gjë të tillë, por ndonjëherë rrethanat e ndryshme njerëzit kanë qenë shumë skeptik, kjo duhet potencohet. Dhe gjithmonë kanë qenë ato pyetjet, pse u kanë ndërruar, nuk do mund të mbijetoni. Kishin dyshime që është edhe normale, unë besoj, është normale dhe i akceptojmë këto. Por në vitin e parë ligje e mbijetuam ligën, por arritëm në vendin e 8. Vitin e radhës përfundum në vitin e 4, ndërsa në vitin ton të 3, si di vendet e para ne bashku me Makedonia e Gjorqe Petrovën, arritëm në ligën e parë. Por edhe këtu du ta potencojmë, jo me ndonjë buxhet spektakular. Do me thonë gjithmonë në atë qëllim, në atë frymën e punës. Me motiv, me dëshirë, seriozitet, qasje, transparencë dhe erdhëm deri në këtë nivel që klubi jonë të jetë në mes në elitën e futbollit vendor. Si e pritën Çegranasit inkuadrimin tuaj në ligën e parë? Mendoj me shumë entuziazëm dhe me shumë burje. E kujtoj momenti kur jemi kthyer nga ndeshja e fundit me Vardarin e Gotinën ku fituam ndeshjen dhe ishte një atmosferë jashtëzakonshme, po gjithë njerëzit e fshatit ishin tubuar te në vend, na bën një pritje madhështore dhe kemi festuar bashku me to. Dhe gjithmonë ju pritën si heroj të vërtet, a? Po, ishte shumë e vërtet, ishte një ndeshje shumë e vështirë tash kësaj dite kur e kujtojmë me bashkëlojtarët, dhe më thënë është një diçka të cilën do ta shoqëroj gjatë gjithë jetës sonë. E mbaj mend unë deklaratën tuaj pas kualifikimit në elitën e futbollit të vat,
qëllimit që arritëm, tani do të luftojmë për mbijetesë, por në vitin e parë si debutues në Ligën e parë të futbollit të Maqedonisë së Veriut, ekipi i arsimit jo që siguroi mbijetesën, por arriti një sukses historik pasi ishte në pjesën e 6 ekipeve më të mira të futbollit vendor. Pra nga ky vullnet, kjo përvojë e madhe, kjo cilësi që pat ekipi. Ne mendoj se gjithmonë në këtë drejtim kena qenë shumë modest dhe gjithmonë jemi qasë seriozitetit dhe punës. Realisht gjithë ne një gjë të tillë fillim nuk do të kishim besu, për shkak se edhe sistemi i garimit bashkë këtë vit u ndryshua, ku 3 ekipe bishin direkt nga kategoria, ndërsa 2 ekipet e radhës ishin 5 ekipe kishin në garë për të rënë nga kategoria. Do të thonë që nuk ishte diçka shumë e lehtë. Por kjo nuk na frikoi. Ne ndërtojmë një ekip shumë cilësore. Edhe si debutues nuk kemi pas frikë asnjë kundërshtar. Gjithmonë jemi futur në ndeshje me mentalitetin se ne mundena, se ne duhet dhe ne duhet të fitojmë çdo ndeshje. Pavarësisht tash a kemi fituar gjitha, jo nuk ka rëndësi, shumë pak është kjo me rëndësi. Por gjithmonë mentalitetin e kemi pas fitues sepse nuk kemi frikuar nga asnjë kundërshtar. Kampionatin e përfunduat me 13 fitore, 7 barazime, 13 disfata. Atëherë, cilët ishin ato ndeshje që ju kanë lënë mbres gjatë këtij kampionati që mund edhe të krenoheni? Po mendoj se ndeshja fitoria e rëndësishme në Pelister, në Bitoll. Pastaj mendoj edhe sigurisht na dha një motiv shtesë edhe fitoria kundër Shkëndijës në qytetin e Gostivarit. Dhe ma e rëndësishme ajo ishte fitoria ndaj Vardarit në Gostivar, ku realisht në ndeshje jemi përballë me shumë presione, por e menaxhuam me maturi dhe mendoj se kjo ishte pika e kthesës së klubit tonë për mbijetesë. Domethënë e dridhet Pelisterin që nuk mund edhe të ngrihet edhe në këto momente. Vërtet, nga i momentu fillon problemet e Shkëndija nuk arriti që të mbrojë titullin kampion, ndërsa Vardarit në fund e vund në siklet të madh. Por realisht ne gjithë kanë qenë kundërshtar, sepse ne nuk kemi pas nevojë të futemi në lukse ku na janë dashur në si ndeshje pikët për ta siguruar mbijetesën, sepse na u dha mundësi që edhe ti ikim ndeshjeve të balotazhit, sepse gjithmonë ato ndeshje janë shumë të vështira, janë ndeshje teke dhe ku mund të vendosë një epizod në një moment. Dhe prandaj ne kemi dhënë maksimumin në çdo ndeshje që të mundet të arrijmë qëllimet tona. Cilët janë ato ndeshje sipas juve që ju kanë vënë në siklet më të madh, që keni prit fitore por keni psuar disfat? Po ndeshjet kundrejt ekipit të Strugës kanë qenë shumë të vështira dhe më të vështira do të kisha qenë ndeshjet e ekipeve të cilët kanë qenë parafasisht në nivelin tonë. Sigurisht ne dim tash ka kvalitetet e Strugës, Shkëndijës, Vardarit, Sileksit. Ne kemi pas luftën me ekipet e si Rabotniçki, Brera, të cilët janë dy kundërshtar që ne nuk kena mund të marrim pikë. Por me rëndësi që kemi marrë pika diku tjetër, ashtu është e futbolli, ku planifikon nuk i merr, ku si planifikon i merr. Prandaj duhet gjithmonë të shpresosh dhe mos dorëzohesh kurrë. Çegranasit si e pritën këtë pozitë të 6 në Ligën e parë të futbollit? Po të gjithë janë vetëdijshëm sepse është një punë e vazhdueshme në kontinuitet dhe është një sakrificë shumë e madhe gjithë neve. Sigurisht Liga e parë ka një kosto shumë të madhe ku ne mendoj se kemi arritë të përballojmë me shumë lehtësi. Sigurisht njerëzit na kanë mbështet, na kanë përkrah dhe shpresojmë që ky viti i radhës jetë edhe më i suksesshëm dhe më pozitiv se ky i pari. Me siguri do edhe apetitet për suksese më të mëdha do të arriten. Po, e vërtet, po tash sigurisht tash numri i ekipeve është reduktuar, liga do të jetë me 10 ekipe, ku do ndeshena shpesh me ekipe dhe do jetë edhe një sfidë në vete kjo. Do të zhvillohet në sistemin 4 rrethor. Po, me 10 ekipe. Do të thonë, sjell pozitivitet apo? Po mendoj se është pozitive, për shkak se mundësit janë më të mëdha për të pretenduar diçka më shumë. Ka kohë më shumë për të menduar, për të menduar, analizuar, vërtet. Po, atëherë. Me siguri që tani më mendoni se për
përgatitjet për sezonin e ardhshëm 2026-2027. A keni caktuar datën se kur do të filloni? Jo, gjatë sa javë besoj do ta kryejmë një gjë tillë, vetëm duhet të marrim edhe konfirmim zyrtar nga Federata e Futbollit të Maqedonisë se kur do të starton kampionatin. Mbas asaj pastaj mund ta përgatisim të hartëm edhe planin ton, por në lojtarët janë në pushim ndërsa ne kryesia nuk ka pushim për ne, sepse duhet mendojmë të bëjmë edhe një freskinë në ekip, sepse mendoj se është e nevojshme. Dhe dale nga në këtë moment që gati se çdo natë ne po takohemi, bisedojmë, analizojmë, ku na janë afruar shumë lojtarë si përforcim, por do të thonë pritni lëvizje të ketë. Po, sigurisht largime dhe afrime të lojtarëve. Patjetër, futbolli i tillë është, do të thonë futbolli nuk fillon dhe mbaron me arsim, shpeshherë vakum potencial edhe lojtarëve. Por me siguri ne do të informojmë kohë lojtarët të cilët nuk do jenë pjesë e klubit ton, por edhe për afrimet të cilët do na vinë. Sigurisht kemi marrë një mësim dhe përvojë shumë të madhe nga viti që lan pas, sepse sigurisht edhe disa përforcime të cilët erdhën realisht pak nuk na dhanë diçka shumë shtys, por megjithatë futbolli është i tillë. Do vazhdoni të udhëheqni ekipin e arsimit si trajner i parë edhe në kampionatin e ri? Po, unë mendoj se po tash ne së mbrëma kemi një takim zyrtar bashkë me stafin udhëheqësisë klubit këtu në fshatin tonë, por me atë kryesinë e diasporës dhe prej atij pastaj do vendasim për vazhdimin tonë të përbashkët. Vildan, ju jeni edhe njohës i mirë i rrethanave të futbollit këtu në vendin tonë. Atëherë si e vlerësoni kampionatin 2025-2026 në ligën e parë, ku për herë të parë u bë implementimi edhe i sistemit VAR. Sa ka ndikuar kjo në cilësinë e futbollit apo e kundërta? Po, mendoj se ka qenë një kampionat i gjatë dhe shumë i vështirë. Besoj kjo hera e parë që implementohet VAR-in nuk ka qenë e lehtë edhe për organizatorët e këtij sistemi që është Federata e Futbollit, por mendoj se ka dhënë një impakt shumë pozitiv, sepse në shumë ndeshje e ka dhënë efektin ku është anulu, është pranu gol edhe me radhë, për ndryshe që mos ishte sistemi VAR-it, unë besoj se ndoshta edhe kjo nuk do ishte kjo rënditje. Që unë mendoj se është pozitiv, po edhe ka pas futboll cilësor, me vetë faktin që deri në ndeshjen e fundit nuk diheshte kush do të jetë kampion, kush do të bjerë nga kategoria, tregon se ka pas lojë të mirë, lojë të mirëfillt. E tash ka edhe në anë negative të cilët ja lejmë organeve kompetente të vendasin, gjykojnë, analizojnë. Tash ndoshta mund të ketë klube të cilët nuk janë të kënaqura, por mendoj se në futboll gjithmonë ka vend për dyshime, për pozitive dhe për anë negative, që është shumë normal. Si vlerëson faktin se kësaj radhe 3 ekipe ish kampione të Maqedonisë nga Liga e parë u largohen në Ligën e dytë, pra Makedonia Gjorçe Petrov, Rabotnički dhe Shkupi? Po, mund të jenë shumë faktorë të cilët kanë ndikuar në këtë moment. Ato mendoj do t'i bëjnë analizat e veta. Tash aspekti financiar, aspekti keq menaxhim, aspekti stafi teknik ose lojtarëve këtë nuk është në kompetencën time, por mendoj se janë ekipet të cilët kanë merituar ligën e parë, por edhe kjo është e mirë tash. Do bish nga kategoria, do bësh një refresh, do analizoj situatën dhe do tentosh të ngritesh. Futbolli është i tillë, ndodh edhe shumë kampionate evropiane ku ekipe shumë me renome bien nga kategoria dhe ngriten, që i tillë është futbolli, prandaj nuk duhet njerëzit të dorëzohen asnjëherë. Këtyre 3 ekipeve ish kampionë ju bashkangjitën edhe 2 ekipe ish fituesit e kupës, Pelisteri dhe Apo Brera. Po, shumë është me vërtet, por thash ata do të bëjnë një analizë shumë të thellë. Se Pelisteri, që pretendojmë si që ndjekim në për portale, ka pas një buxhet shumë stabil mbi 1.5 milion euro. Ka pas përkrahje të madhështore nga institucionet, ka një infrastrukturë të jashtëzakonshme, këtë duhet ta thuajmë. Zhveshtaret, fusha, ambienti, është një stadium mrekullueshëm. Dhe është mëkat bjerë nga kategoria, por mendoj se atyre do t'u bëjë mirë, të bëjnë një analist, të bëjnë një refresh të ekipit atyre dhe të tentojnë të... E njëjtën situatë edhe më Apo Brera në Brera, por mund të potencoj se edhe Liga 2 do të jetë shumë interesante, ku shumë ekipe nga Liga e parë gjenden aty dhe besoj konkurenca edhe aty do jetë shumë e jashtëzakonshme.
Në pritje të kampionatit të ri, sipas juve, cilat ekipe do të jenë në pjesën ose në 500 e parë dhe cilat ekipe mund të jenë në 500 e ditë? Po, mendoj se tash edhe për shkak të përvojës që kanë gjatë kohë të cilët janë në elitën e futbollit vendor, mendoj se Shkëndia, Vardari, Struga, Sileksi do të jenë ekipat të cilët do të luftojnë për krahun e tabelës, ndërsa ekipet tjera do jemi aty mesi tabelës ose do tentojnë që mos bëjmë nga kategoria, klubi Bashkimit, ne, ekipi Brigadnicës, Skopje dhe Shkëndia Raqinës, të cilët besoj do jenë në risi në kampionatin tonë. Janë njerëz të cilët kanë vullnet dhe entuziazëm shumë të madh dhe shpresoj nga ky moment t'i përgëzoj për këtë arritje të cilën kanë arritur dhe ju dëshiroj suksese dhe mirë se vinë në ligën e parë. Atëherë, si janë raportet ose si kanë qenë raportet e klubit të futbollit Arsimi me organet e Federatës së Futbollit të Maqedonisë? Po mendoj se kanë qenë korrekte. Ne kemi bërë detyrën tonë, ata e kanë bërë detyrën e vet. Tash gjatë kësaj rruge sigurisht po ke edhe një keq kuptim ose do një ndeshje nuk na ka konvenuar rezultati dhe gjithmonë kemi dashur të fajsojmë tjerët, por nuk është një gjë e tillë. Ne jemi shumë të kënaqur për klubin tonë flas gjithmonë. Tash ndoshta klubet tjera mund të kenë vërejtje. Ne jemi shumë të kënaqur me referimin, jemi shumë të kënaqur me mbështetjen që kemi pas, gjithmonë kanë qenë gatishmëri të na ndëgjon. Gjithmonë kanë qenë gatishmëri që t'jeni mbështetje për ne, por ndoshta edhe për ekipet tjera dhe besoj se jemi shumë të kënaqur me bashkëpunimin të cilin e kemi me ta. Po, sa e keni pasur përkrahjen e institucioneve shtetërore, pra nga Ministria e Sportit, por edhe nga institucionet komunale? Po, mendoj se edhe nga Ministria e Sportit jemi të kënaqur me bashkëpunimin, të cilët ato kanë bërë në për klubet kanë bërë një pagesë, një shumë, cila është ndoshta jo shumë e vaucherëve. Vaucherëve, nëse nuk është shumë e konsiderueshme, por besoj është një ndihmë shtesë, po këtu do ta falenderoj përzemërsisht kryetarin e komunës së Gostivarit, Dr. Valba Limani, i cili ka qenë një mbështetje shumë e fuqishme klubit tonë në organizimin e ndeshjeve në qytetin e Gostivarit, ku zhvillojmë ndeshjet gjithmonë, stadiumi ka qenë i hapur dhe i përgatitur në mënyrë të përkryer, por edhe në aspektin financiar ka qenë një mbështetje shumë e fuqishme. Por fati deshti që klubi futbollit Arsimit të jetë prezantues i futbollit në rajonin e Gostivarit. Po, është fakt shumë i rëndësishëm, por ne nuk ndjejna mirë në këtë rast për shkak se edhe qyteti i Gostivarit duhet klubi i tyre të jetë aty, po tash për shkaqe rrethana tjera që besoj se nuk na takon neve të mirën me to, tash ata u diskvalifikuan nga gara dhe kanë marrë iniciativë, janë organizuar edhe ato, tash nga Liga e 4 janë inkuadruar në Ligën e 3. Janë kualifikuar në Ligën e 3. Po, dhe ndoshta besoj tash në organizimat të mirëfillt do të ndonjë që edhe ngjiten në Ligën e dytë, që besoj se edhe konkurenca është e mirëseardhët, sepse mendoj se meriton qyteti i Gostivarit të ketë sa më shumë klube sportive të cilat e prezantojnë në mënyrë dinjitoze. Si njohës i mirë i rrethanave sportive, çfarë i mungon sportit në rajonin e Gostivarit? Gjëja e parë mendoj se i mungon infrastruktura, që është një pikë shumë e rëndësishme. Këtu në qytetin e Tetavës ekziston vetëm një fushë me bar artificial. Do të thonë që është shumë pak për një qytet me këtë rrethin kaq të madh dhe me kaq shumë shkolla futbolli. Po një ashtu edhe në Gostivar, po edhe në qytete tjera ku ne shkojmë tash ndeshje na përveç 2-3 stadiumeve të cilët i kanë kriteret, standardet ose dhomat e zhveshjeve në mënyrë të përkryer, ekipa tjera çalojnë këtë drejtim, po besoj se edhe Federata e Futbollit të Maqedonisë e ka parasysh këtë fakt dhe do ndërmarr hapa ose masat e duhura që dal nga dalë çdo vit të investon në këtë lloj drejtimi, për shkak se atëherë do të rritet edhe cilësia e futbollit vendor. Duke krahasuar futbollin në të kaluarën, në rajonin e Gostivarit dhe të tashmen, cila është e ardhmja e futbollit në rajonin e Gostivarit? Po mendoj se ka një të ardhme shumë të mirë, tash vetëm duhet të ndërlidhem një moment gjatë javës që lam pas Akademia e Futbollit tonë në Gostivar, do të thonë, ka marrë pjesë me 4 gjenerata në Bosnjë dhe Hercegovinë, gjithsesi në qytetin e Sarajevës, në një turnir ndërkombëtar Sarajeva Tropic quhet, ku ka pas pjesëmarrës shumë ekipa cilësore
dhe me gjithë gjeneratat kanë arritur suksese të shkëlqyera. Me gjeneratën 2014 nëse nuk gaboj kanë arritur vendin e dytë, me atë 2015 vendin e tretë dhe kështu domethënë janë prezantuar në mënyrë dinjitoze, kush aty fëmijët edhe kanë marrë besoj një motivim shtesë që antarët të vazhdojnë të jenë pjesë e rëndësishme e futbollit, por edhe pse shpreson për atyre fëmijëve të vogël të ardhmen të dalë edhe ndonjë talent shumë i shkëlqyer, sepse Kosivari ka shumë talent. Është për shembull tash ndoshta nuk do të përmes me emra mos harroj një, po është shembull konkret rezultati i punës Visar Musliu. Na ka prezentuar me ndere dhe besoj Shkodran Mustafi, Admir Mehmedi, të cilët janë shumë njerëz që kanë dhënë kontribut shumë të madh dhe impakt shumë të madh dhe e kanë prezentuar me ndere qytetin tonë. Domethënë dikush duhet të vazhdon traditën e tyre. E tyre sigurisht po, është e mirë se ardhur. Atëherë Vildan, ju krahas sportit, krahas postit të trenerit, jeni edhe profesor i edukatës fizike. Sa nxënësit janë të interesuar për sport? Unë mendoj se është një pyetje shumë e vend. Do bëj një krahasim tash nxënësit kur nuk duhet në shumë asnjë, por kur vinë në lëndën e arsimit fizik dhe shëndetësor, fëmijët kanë një entuziazëm, një vullnet, një dëshirë, për kaq se relaksohen edhe ndoshta atë energjinë të cilën e konsumojnë nëpër klasat ku janë e shprehën aty. Por është më rëndësishme edhe sportet tjera të jenë pak më aktive, jo vetëm futbolli, por edhe basketbolli, edhe handbolli, edhe volejbolli. Dhe besoj se shumë nxënës janë të kyçur nëpër shumë drejtime. Ku në qytetin tonë besoj ka shumë aktivitete sportive dhe fëmijët janë të shpërndarë në bazë të sportit të cilën e konsiderojnë dhe mund ta zhvillojnë. Është karate, është basketbolli, ka një grup të cilët mirën edhe me balet, të cilët po kanë suksese të jashtëzakonshme, është një klub boksi. Domethënë janë të përfshirur edhe ka mjaft edhe i pjesë nxënësit sa mirën me këtë aktivitet, kur më thonë gati se 70% nga secila klasë janë të përfshirur në për aktivitete sportive dhe është me rëndësi po. Dhe shumë e rëndësishme. Atëherë, gjatë karrierës tuaj me sportin, cilin moment të mbani si më të gëzueshëm? Ne gjithmonë do të ndërlidhi me klubin tonë për një kohë shumë shkurt, për një cikël 4 vjeçar ne kemi bërë një tranzicion të jashtëzakonshëm. Tash nuk di cëllën ta veçoj, por mendoj se inkuadrimi jonë në ligën e dytë, pastaj edhe kjo në ligën e parë, por më e rëndësishme është siç e potencom në këtë garë të fuqishme që ishte në ligën e parë, mbi jetesa pa balotazh, domethënë është momenti më historik për klubin tonë. Po cili moment është më zgënjes? Më zgënjes ka pas shumë mendoj, por do ta veçoj vetëm që më ka dhëmbë dhe më ka mbregos shumë dhe nuk kam qenë shumë rahat, gati se një kohë gjatë është ndeshja të cilën e humbëm në shtëpi nga Tikveshi me rezultat 0-5. Është ndeshje ku besoj se ne zhvilluam në ndeshje keqe, por edhe kundërshtari kishte një moment vet dhe shfrytoi çdo moment. Në atë moment ta mendojshe që të largohesh nga ky post. Po realisht e kam menduar edhe e kom ofruar dorëheqjen time te kryesia, e kom marrë fajin për mi sipër. Por siç e thash edhe në fillim, që jam i njohur shumë çmoshim se ishte mbështetje shumë e madhe, çmoshim bashkërisht është një moment i cili duhet të kalohet së bashku, të besojmë ke njëri tjetri dhe për të ardhur deri këtu ku jemi. Besoj se në atë moment tash shumë faktorë ndikon në atë humbje. Besoj se edhe ndoshta na penalizoi pak muaj bekuar i Ramazanit, për shkak se gjatë stërvitjeve lojtarët tanë gjithë janë me agjerim dhe kur vinë në proces stërvitar u mungon ajo energjia e dur, po dhe pastaj u zbedhe aktiviteti në ndeshje. Fshati Çegrano apo vendbanimi Çegran, që është një ndër fshatrat më të mëdhenj në gjithë Maqedoninë, gjithmonë ka pasur emra të njohur të futbollit, apo më mirë me thënë legjenda të vërtet të futbollit. A mund të veçoni disa nga ato të cilët vërtet kanë kontribuar në afirmimin e këtij klubi? Po, mendoj se janë të shumë, por unë vetëm do të kisha veço ata të cilët e fillon këtë simbol, arsimtarët e parë të fshatit tonë, nismëtarët themelimit të klubit. Po në vitin 1973 edhe jo rastësisht e kanë përgëzuar me emrin Arsimi, që besoj se ata meritojnë një respekt dhe një konsiderat të jashtëzakonshme, sepse na kanë lënë një
një simbol të cilën ne pastaj brez pas brezi, vit pas viti e kemi trashëguar dhe sot e kësaj dite jemi duke përfaqësuar në mënyrë dinjitoze në futbollin vendor, domethënë është një kënaqësi shumë e madhe për fshatin tonë. Sa Vildan Saliu ka pas përkrahjen e familjes së tij gjatë kësaj karriere të gjatë? Po, shumë e vërtet, por siç e thash, ne jemi një familje sportistës të cilët e kemi dash shumë klubin tonë, edhe nuk kam pas ndonjë vështirësi në këtë drejtim, gjithmonë kam pas mbështetjen e prindërve të mi, po pastaj edhe të bashortes time, ndërse u ka mungu më shumë, u ka mungu fëmijëve të mi, për shkak se futbolli profesional ka shumë angazhim çdo ditë me analiza të tëra gjatë orëve të mbrëmjes, analiza kundërshtarin, analiza kundërsht ekipën tonë, domethënë gjithmonë merr kohë, por besoj se krejt ki sukses e rrumbullakson këtë dhe A vazhdojnë fëmijët tu të merren me sport? po, janë pjesë aktive e akademisë sonë dhe e kanë shumë për zemrë, tash nuk e di në tarme se si a do arrin Me qëllimit e çfarë veta. sporti merren? Po janë fëmiu i parë është 9 vjeçar dhe është pjesë aktive e klubit tonë, ushtron aty në Çegran, të cilin dhe qarsimtari Irfan Selmani, dhe tash këtë vit besoj se edhe djali i dytë do inkuadrohet si tash është 6 vjeçare, tash si të futet në klasën e parë, pastaj mendoj se edhe Dhe me siguri ju dëshiron që ata të mbrinë më tepër se sa ti. po sigurisht tash unë i di gabimet e mia të cilat i kam bë, përvojën që kam, do mundohem ta barti te këto, por me rëndësi të jenë mirë, shëndosh, pastaj pjesa tjetër është relevant. Besoj që gjithçka do vjen kohën e vet. Por ka qenë një mbështetje fuqishme në çdo ndeshje. Domethënë, pa përkrahjen e familjes, Nuk ka. jemi në prag vetëm ditën e nesërme, të themi ditën e nesërme, bëhet hapja solemne e kampionatit të 23 botror, pra kampionati i futbollit që kësaj radhe mbahet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanada dhe Meksik. Cilët janë të preferuarit tuaj, cilët janë ekipet të cilët janë favorite ose konsiderohen si favorite për të fituar këtë kampionat? Po shoh, futbolli modern e bashkuar tash gati se të gjitha kombëtarët kanë bërë një evaluim, domethënë, si në aspekt të menaxhimit, organizimit, procesit servitor, stafit mjekësor, dhe gjitha pretendojnë të kenë rezultat, por besoj se sigurisht favorit mund të jenë mëse kombëtarja angleze, e Francës, mos harrojmë ekipën e Brazilit, por besoj se edhe ekipa e Gjermanisë do jetë një ekip që është një kos shumë e fortë. Sigurisht tash Spanja është diçka më e veçantë. Unë shumë herët për të parë një favorit, sepse besoj se në fazën e grupeve do ketë një futboll pragmatik ku do kërkojnë gjithë ekipet rezultat, ndërsa futboll më spektakular do shohim pas fazës së grupeve ku atëherë tashmë do ndeshen në ndeshje teke dhe do fiton ata të cilët do të dëshirojnë më shumë fitor. Personalisht cilën kombëtare e përkrahni? Unë si di, kam qenë tifoz i Spanjës, por kam dëshirë që kombëtarja angleze të arrijë diçka më shumë për shkak se mënyrën se si e zhvillojnë futbollin, mënyrën se si e luajnë për gjatë 90 minutave, edhe futbollin anglez po ndjeki shumë. Është një tempo jashtëzakonshme ku besoj se do ta bartin atë edhe në kombëtare dhe besoj se trajneri i tyre gjerman atë mentalitetin e gjermanëve do të arrijë ta implementojë ke ekipi vet, që mos dorëzojnë kurrë, dhe besoj se ekipi anglez do jetë pak shpresoj që të shpallet kampion, tash do shpallet dhe shohim. Si komenton rregullat e reja që ka aplikuar FIFA në këtë botror? Po, ata janë njerëz më kompetent dhe kanë vlerësuar një gjë të tillë që unë besoj se ndoshta do jetë e mirë se ardhmë. Apo bëjnë eksperimente? Po në farë mënyrë indirekt është edhe një eksperiment, por mendoj se teknologjia ka sjell më shumë fair play. Se kur analizojmë kampionatet e kaluara, ka pas ekipa të cilët nuk e kanë merituar një trofe, por ndoshta ato gabimet nuk kanë qenë të qëllimshme, sepse puna e referit është një moment sekundi duhet marrë një vendim. Ndërsa tash me kamerën. Por ajo që nga dita e sotme e kuptova se FIFA për të gjithë futbollistët e kombëtarëve, të cilët janë pjesë e kampionatit botror, për çdo ditë që do të jenë gjatë kampionatit
do të ketë shpërblime dikun përmendet 4.000 euro a 4.000 dollar në ditë. Si do të ndikon ky motiv tek futbollistët? Po ato janë lojtarë të cilët kanë një standard jetese shumë të lartë dhe besoj se ndoshta mund të jetë një motiv shtesë, por që nuk besoj se do ndikon diçka shumë të madhe tek këto, por besoj se të njerëzit të tjerë po, sepse unë vetëm një fakt lexova kombëtarja franceze, lojtarët kishin bërë një ankesë për shkak se presidenca e udhëheqjes së futbollit francez, domethënë lojtarëve nuk u ka siguru bileta të mjaftueshme për familjet e tyre dhe këtu tash kishin lind një konflikt mes tyre, po që besoj se ato e kanë zgjedhur janë çështje që çmimet e biletave marramendse. Po marramendse për naje. Për ndoshta për ato nuk janë për na, po. Po, e vërtet është po. Vildan, mos vallë kemi harruar diçka që pjesëm që opinioni më i gjerë duhet të dije për karrierën tuaj si sportist apo si arsimtar. Se di për momentin tash më kujtohet, unë besoj se mjaftueshëm kemi fol dhe të falenderoj përzemërisht edhe një herë për ftesën, mundësinë dhe hapësirën që më dha që të vi këtu të shpalosim së bashku. Këto të arritura tona, edhe pse ti në mënyrë indirekt e din gjithë këtë arritura tonë, por për shikuesit tuaj besoj se do të jetë normal, këtë e bëjmë për shikuesit, nuk e bëjmë për vetveten. Atëherë, për në fund, cila do të ishte porosia e trenerit të klubit të futbollit Arsimi Vildan Saliu të drejtuar klubeve të futbollit, të drejtuar gjeneratave të reja të cilët pretendojnë të merren me sport, por drejtuar edhe punëtorëve sportiv dhe të gjithë ata të cilët e prekrahin sportin në mënyra të ndryshme. Po mund të ketë shumë mesazhe, por vetëm shkurt do ndalem që mos dorëzohen kurrë. Gjithmonë të besojnë në atë që bëjnë dhe gjithmonë të jenë gatishmëri që të ballafaqohen, edhe me kritikat, edhe me anët pozitive dhe të gjejnë forcën për të vazhduar me këtë lloj sporti, futbolli ose ndonjë sport tjetër. Prandaj duhet shpresë, durim dhe vetbesim. Sende tjera vinë me radhë. Vildan, në emrin tim personal dhe në emrin e stafit të televizionit Koha, të falenderoj që ishte i pranishëm në emisionin javor të sportit me legjendat e sportit këtu në televizionin Koha. Edhe një herë rastin të falenderoj përzemërsisht për ftesën, mundësinë, hapësirën që të vim këtu bashkërisht të shpalosim këto të arriturat tona. Faleminderit shumë. Ndërsa ju teleshikues të nderuar, ju njoftojmë se ky ishte emisioni i fundit i gjysmë sezonit të vitit 2026. Me emisionin e radhës me legjendat e sportit do të vazhdojmë me siguri nga muaji shtator, kur edhe aktivitetet sportive në rajonin e Pollogut, por edhe në gjithë Maqedoninë janë më të dukshme. Pra, deri atëherë, miru pafshim.